Kuvendi i Shqipërisë ka pranuar sulmin kibernetik nga hakerët e Homeland Justice. Kuvendi sqaron për mediat se sulmi u regjistrua mbrëmjen e djeshme rreth orës 21:00 dhe se një pjesë të dhënave në disa llogari përdoruesish të administratës është fshirë. Kuvendi thotë se bëhet fjalë për një sulm kibernetik të sofistikuar, i cili dyshohet se kishte si objektiv fshirjen e të dhënave dhe cënimin e disa sistemeve të brendshme. Megjithatë, nga vlerësimi paraprakë rezulton se infrastruktura kryesore e punës nuk është prekur. Kuvendi sqaron se faqja zyrtare e institucionit dhe sistemet e tjera që mbështesin funksionimin e tij vijojnë të funksionojnë normalisht. Menjëherë pas identifikimit të incidentit, ekipet teknike ndërmorën masa për izolimin e trafikut të dyshimt dhe neutralizimin e ndërhyrjes. Paralelisht po punohet për rikuperimin e të dhënave të fshira nga llogaritë e prekura të përdoruesve. Reagimi i kuvendit. Në përgjigje të interesimit të medias, Kuvendi i Shqipërisë informon se mbrëmjen e djeshme rreth orës 21:00 është konstatuar një akses i paautorizuar në infrastrukturën IT të institucionit. Gjatë verifikimeve është vënë re se fshirja një pjesë të informacionit në disa llogari përdoruesish të punonjësve të administratës. Vlerësimi paraprak teknik tregon se mund të bëhet fjalë për një sulm të sofistikuar kibernetik, i cili ka pasur si synim fshirjen e të dhënave dhe cënimin e disa sistemeve të brendshme. Nga analizat e para rezulton se infrastruktura kryesore e punës nuk është prekur. Faqja zyrtare e Kuvendit të Shqipërisë dhe sistemet e tjera që mbështesin funksionimin e institucionit vijojnë të funksionojnë normalisht. Menjëherë pas konstatimit të incidentit janë marrë masa për izolimin e trafikut të dyshim dhe neutralizimin e sulmit, ndërkohë ekipet teknike po punojnë për rikuperimin e të dhënave të fshira në llogaritë e përdoruesve. Për këtë situatë është ngritur një skuadër përbashkët teknike dhe hetimore që punon për analizimin e plotë të incidentit, identifikimin e burimit të sulmit dhe rikthimin e të dhënave të prekura. Në këtë proces Kuvendi i Shqipërisë po bashkëpunon ngushtë me institucionet përgjegjëse për sigurinë kibernetike, përfshirë Autoritetin Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, AKSK, Drejtorinë për Hetimin e Krimit Kibernetik në Policinë e Shtetit dhe Komandën Kibernetike në Ministrinë e Mbrojtjes. Gjithashtu, gjatë këtyre orëve është ofruar mbështetje teknike edhe nga partnerët ndërkombëtar, me të cilët vijon komunikimi për vlerësimin e situatës dhe hapat e mëtejshëm.